Qeveria në 2011 kur iku Ilir Meta me burras kur vran katë vetëm bulevard. Nuk bie kështu. Po më lejo të themi gjë. Meqense unë e fitimi na quhen kështu kritik të opozitës. Grupi që u mblo sot i atyre që ishin shumë votuar brenda Partisë Demokratike, të shqetësuar që duhet prodhuar një politikë re, janë opozitës apo po shqetësohen për opozitën? Ishin më të votuarit në primare. Ilir Ali Mehmeti, Aulon Kalaja, një tuf nga këta që kanë bërë betejë të madhe. Dhe kishin shqetësim bashkë me Salinjanin, bashkë me tjerë. Jo, më lejo. Ti fole me ta, ishte ti aty? Po, kam folë me ta. Dhe shqetësimi i tyre është si të prodhojmë një politikë aktive të fortë që opozita sot ta mundi këtë qeveri kaq të korruptuar. Tani mendon po bëjnë opozitë në opozitës apo janë të duhurit për brenda opozitës? Kam pyetje drejt për drejt. Drejt për drejt ta them unë se ju të dyve që a janë të shqetësuar ata apo nuk janë shqetësuar ata? Që ju të dy që jeni në dokumenta opozitare dhe bëni opozitë në opozitës, unë kam vetëm një përgjigje. Shumë të thjeshtë, miqtë e mi. Në rast se dikush në PD fton 5 miq dhe ka një kërkesë, ta mbaroj njerëz të votuar. Ata mbaroj? Pse unë jam i pa votuar? Jo, njerëz të votuar dhe ata. Unë këtu. Po janë në votuar në primare, ti je votuar, ata janë votuar. Nuk të pyeta ç'a janë, më hape mohabetin dëgjoj përgjigjen tani. Është një individ. Pra e konsideroj klub miq. Ta mbaroj, po patjetër. Disa miq ftohen për kafe dhe kaq unë nuk di. Kan fol për opozitën, s'kan fol për dasma, as për. Po pse ç'a pritet ti? Për çat ata u mund vjen mirë që janë ulur, kanë diskutuar shqetësimet e opozitës dhe do t'i përcjellin. Pra janë ato opozitës si unë e fitimi apo janë? Jo zotri, sepse ata nuk kanë pa fajin të opozita as kur deri tani, përveç jush dhe atyre banaqeve të regjimit. Po merrem me deklarimet publike. Jo zotri, jo. E keni gjetja e zgjidhjeve. Jo zotri, se unë i kam pas. Ke fol me ta? Zotri, po, i kam pas. Po pse më pyetëm mua? Ti e di ke? Të pyes ty unë, se unë e di. 80%. Pra nuk ishte nevojë ta dije nga unë. Po mbrita unë ta marr vesh këtu, unë nuk. Pra, je dakord apo nuk je dakord me shqetësimet e tyre? Kaq e kam unë, meqense e di ke. Ke fol. Shqetësimet i ke ti si ka kusht tjetër dëgjoj. Pra nuk kanë shqetësime ata. Nuk kanë dëgjoj. Jam lart për qef. Ta mbaroj. Një grup 7-8-9 miq që pinë kafe, diskutojnë të qetë në lidhje me një shqetësim që ka njëri tjetri, por partinë është normale, partia nuk është kurrë në perfeksion. Dhe sigurisht unë i kam kontaktuar sot 80% të tyre dhe ju kanë thonë patjetër çfarë shqetësimi mund të keni, referohet dhe ne jemi gati të ecim përpara. Pse? Po kjo nuk është problemi i madh i shqiptarëve kjo. Por mediat e regjimit për të eklipsuar, të sponsorizuara nga regjimi, analistët dhe banalistët që paguhen në borderot e regjimit, u morën për ta përcjell këtë si thakma e ditës, sepse duhesh eklipsuar tuneli dhe çështja Rama Balluku. Prit. Ne themi ka ra qeveria të duhet. Leça tu let gjot tani. Po unë një ndërhyrje këtu, se po përmendni shumë media. Ju shkoni në këto media, ju bëheni pjesë e paneleve, ju jeni. Po si jo? Ta sqaroj. Dhe çfarë? O burra lajmi i madh, pin kafe 5 opozitarë. Po unë isha me 15 të tjerë sot paradite. Pse s'u bër lajm? Po sepse pian kafe me smiq, opozitarë është normalitet. Po mediat e regjimit duan. Pse? Shikoj çfarë bëjnë. Sajoni dhe spuntoni çdo gjë kundër opozitës. Tani po bie kundërshtim se edhe News 24 këtë dha mjet e regjimit. Ata mbaroj. Irfani ishte bën regjimit apo jo? Ata mbaroj, ta them unë. Sajoni dhe spuntoni çdo lajm kundër opozitës që të mbyllet, të harrohet balluku dhe tuneli. Po kundërshton lajmet që thepin 24-ën, se mbrojtja 24-ën, ja e lexojmë këtu lajmin ke 24-ën. Ta them unë. Dhe çfarë? Është e gjithashtu, po çfarë ka të keqe? Një kafe me smiq. Të gjithë demokratë. Mirë, për ne ta thash. Të gjithë demokrat, absolutisht është një gjë shumë e mirë. Është një gjë shumë e mirë. Mlidhen, diskutojnë, nesër do ketë mbledhje strukturat e partisë. Bojnë 5-6 mijë, diskutojnë një shqetësim të cilin do ta ngrenë në struktura, është gjithë, sepse jemi Parti Demokratike ne. Ne jemi Parti Demokratike, për ne është normale që ti të mos biesh dakord me mua, zonja të mos biesh dakord me mua, ky të jetë dakord me mua, po mos jetë dakord me Nisidën dhe diskutojmë në fund marrim vendime. Njerëzit që s'kan qenë dakord me ty, kanë qenë gjithmonë? Me njerëzit që s'kan qenë dakord me ty? Gjithmonë. Pse është tërësisht normale brenda një force demokratike. Shihni ju nuk shihni bunkerin. Të bunkeri, një zë kundër, pritet koka. Erion Velia, më falë. Flamor, thash, do të kishe sekretarin e Partisë Socialiste, t'i kërkojnë llogari dhe aty të kishe ekuilibër. Po, dakord. Për këtë qeveri që ka rënë. O, Agim, vetëm një sekondë, edhe një sekondë e mbylla. Shifni bunkerin. Te bunkeri,
thjesht në tavolinë Okej. Erion Vilia i foli dhe sot trajtohet si Qenburg, nuk trajtohet si Burgos, nuk me drejta normale. E ka që shqetësuar për... Sigurisht, drejtat e lirisë të njerëzit absolutisht. Zoti Noka. Aty Pra ka që ka shkelaj për qytetarët, për aksioni. Burg, Atë, edhe për ametat e jeni shqetësuar. Nuk të fala Jo, Burg, Burg ka për shkeljet e ta tyre. them unë ti. Po jo më se ti thua që vetëm Balluku. Jo zotri. Ty nuk të falaj. Jo, edhe kur nëse zonja Balluku do shkoj, do jenë shumë shqetësuar edhe në Jo, atë. edhe për trajtimin e asaj kam Burg, një gjë. Po ta them ti, ne si forcë politike, jemi forcë që kemi themelin mbi liritë dhe drejtat e njerëzit. Zotri, nuk jemi ne narkos. Po kur I ke gatruar sa gjëra ti. Prit drejtat e njerëzit? Jo, prit ta mbaroj. Dhe po ligji ty zotri, se ju mos u bëni kamikaz regjimit me këtë mënyrë se gjykoni njerëzit. Prit ta mbaroj. Ligji ty ligji zotri, kamikaz regjimit dhe e mbarova. Ligji zotri, fal. Ligji, të lutem. Ligji, Tani mos e ulim. të lutem ta mbaroj. Ligji zotri, Ta ulim që metaforë. Tani Denada, të lutem, Denada. ligji, Ju lutem e një mbarova ai Denada. sekondë. Jo, nuk mbaron. Po nuk Ligji zotri, ligji pranaj është. Ti kesh ke ligjin, dënon ligji dhe respektosh edhe prapa hekurave me ligj, si tot ligji. Kjo ishte shqetësimi, ëh? Kaq është. Pra, po çfarë Disa burgosësh ata mbaroj çfarë desha me thënë? Degradohen Ata mbaroj çfarë desha me thënë? Tash desha të them. Japim fjalën edhe. Desha të them një gjë pra, Denadës. që ne çdo zë kritik e respektojmë dhe e vlerësojmë. Çdo shqetësim që ngren 1, 2, 3 apo ti thu kamikaz regjimit si të lutem, apo Zonja në Kamës, që pati probleme me ju. apo 7 Janë dhënë të drejtën për të folur. Është normal. Jo, një minutë, regjia, të lutem, duaj një insert në këtë momente, një debat që ka zhvilluar zoti Noka me zonjën në Paskuqan, për cilën ka zhvillime orët e fundit sepse është përjashtuar, po do ta diskutojmë dhe këtë me zotin Noka. E ndjekim pak momente?